Kërkimet e reja tregojnë se zemrimi prish qëndrueshmërinë e valëve elektrike të zemrës, gjë që mund të shkaktojë çrregullim të ritmit të saj. Shkencëtarët pranë Universitetit Yale morën në shqyrtim 62 pacientë që përdorin pacemaker. Shkencëtarët kërkuan pjesëmarrësve në studim të kujtonin një kohë kur ata ishin ndjerë të zemëruar dhe vëzhguan veprimtarinë e zemrës për të parë nëse do të ndodhte ndonjë ndryshim. Gjatë këtij vëzhgimi me aparat, shkencëtarët vunë re se zemërimi shkaktoi tronditje në valët elektrike të zemrës dhe se disa pacientë reaguan më shumë se të tjerët ndaj zemërimit. Një vit pas këtij eksperimenti, persona që kishin reaguar shumë më fort ndaj zemërimit kishin ndjerë nevojën e ndërhyrjes së aparatit pacemaker për të rivendosur ritmin normal të rrahjeve të zemrës. Shkencëtarët mendojnë se ky çrregullim në zemër si pasojë e zemërimit ka të ngjarë të shkaktohet nga një vërshim i adrenalinës. Ekspertët thonë se ruajtja e qetësisë shpirtërore ndihmon në zbutjen e rrjedhës së adrenalinës. Për të kontrolluar zemërimin, rekomandohet përdorimi i teknikave qetësuese, përfshi frymëmarrje të thellë dhe ushtrime jo stresuese, si namazi, ecja e të tjera.